Kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur se Shqipëria është e ftuar të bëhet pjesë e Bordit të Paqes. Kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur se Shqipëria është ftuar të bëhet pjesë e Bordit të Paqes, një organizatë e re ndërkombëtare ideuar nga presidenti i Shtetit Bashkuar Donald Trump. Në një reagim publik, Rama e cilësoi këtë ftesë një moment historik dhe dëshmi të rritjes së rolit dhe respektit të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Shumë i nderuar nga ftesa personale e presidentit Trump për të përfaqësuar Shqipërinë në Bordin e Paqes, një organizatë e re ndërkombëtare ideuar prej tij, ku Shqipëria ftohet si anëtare themeluese, duke ngjitur kështu ndërkombëtarisht një tjetër maj krejt pa imagjinueshme vetëm deri pak vite më parë. Nuk mund të jem më pak krenar për Shqipërinë për gjithçka që kemi bërë në këto vite, duke e kthyer atë një Shqipëri tjetër të denjë dhe të respektuar botërisht si asnjëherë më parë, pa diskutim dhe për nivelin ku kemi ngritur marrëdhënie e partneritetit ton strategjik me Shtetet e Bashkuara, duke u ftuar në një respekt dhe vlerësim të posaçëm nga presidenti Donald Trump për të bërë pjesë e një bordi ndërkombëtar të krijuar dhe të kryesuar prej tij, si dhe për të punuar së bashku me të. Faleminderit zoti president, God bless America and United States, shkruan Rama për iniciativën që synon të vendos paqen në Palestinë, ndër vendet anëtare. Së fundi është ftuar edhe Shqipëria, një vend i vogël që nuk është arab, po ka një shumicë muslimane.